Rreshtët e javës së fundit që kanë përfshirë vendin tonë kanë krijuar probleme në rrugët rurale të bashkisë së Klosit. Rruga që lidh fshatin Minjshtër të Gurrës me fshatin Unjata e Bel është thuajse e pakalueshme. Sasia e madhe e rreshtëve të shiut ka bërë që në rrugë të krijojnë gropa, ndërsa problem mbeten përrejt, të cilët kanë sjellë shumë inertë apo kanë prurje të mëdha ujë. Banorët e zonës dhe kalimtarë shprehin se gjendja e rrugës është shumë e keqe, ndërsa shkak për degradimin e saj janë bërë rreshtët e fundit të shiut. Më problem mbeten përrejt të cilët ujë kalon mbi rrugë pasi nuk janë vendosur tombino. Në ditët me shi ata bëhen të rrezikshëm jo vetëm për kombësorët, por edhe automjetet pasi rrezikojnë të rrëmbehen nga rrjedha e ujit të madh. Gjë që shefet, e kupton. Prandime hapin sa dush, si mas buxheti që merr bashkia, është drejt që ti rregullojnë. Jo që kjo kohë nuk ka, për shembull për rregullim, e kupton, për arsye se o lakshten. Tani populli pret për më mirë, me një mund, masasës shqit. Kjo drejtohet qoftuat në Unjata, i thonë, pjesa Unjatat. Një situatë ngjashme është me të gjitha rrugët rurale të bashkisë Klos, të cilat nuk janë të asfaltuara, ndërsa ka nisur puna për riparimin e tyre.